Ishte një femër, grua, vete tek psikologu e acaruar, duke thënë, po kërkojnë të më martojnë familja me zor, por unë nuk dua të martohen. Çfarë e dua unë burrin? Unë jam vetë zonja, unë kam punën time, por ambienti po më detyron dhe jam shumë e acaruar, shumë e ngarkuar. I thot psikologut, kuptoj, ke të drejtë. Por, thot, do vi një moment që tërë ky nxitim të përfundoj. Atëherë, kë do akuzosh ti për gjërat që nuk i harrit e vet, për dështimet e tua, për gabimet e tua. Të duhet një keci gjunaqar, thot, në shtëpi, që ti ato të akuzosh. Dhe burri për këtë është. Dhe po pritur gruaja ngrit, duke thënë, ke të drejtë, duhet kërkoj patjetër një kandidat për të martuar, sepse kaq shumë pesh ndërgjigja ime nuk e mbar dot. Dhe tani dëgjon moshët e mëdha të dy akuzojnë njëri tjetrin. Në përgjithësi gratë. E ke fajin ti. Unë do harrija më tepër po ti s'më le. Sepse njeriu e ka më të kollajshme sa të përballet me përgjegjësitë e tij, me gabimet e tij, e ka më të kollajshme të akuzojë dikë tjetër. Dhe gjithmonë ta shfaq veten si viktim. Prandaj, qetësia e njeriu në të vërtetë është përballja me situatat. Sepse çdo përballje, çdo përgjegjësi që merr njeriu mbi vete, harrin të shikoj gjërat si eksperjenca. Ku bëra gabimi? Çfarë doja të harrija? Ku ishte lëvizja e gabuar që herën e dytë kur ta bëj, prap për di një punë, mos ta bëj për herë të dytë. Pra, çdo dështim është një ngritje. Por në moment që ne për dështimet tona akuzojmë, e ka fajin nëna që unë do bëja këtë dhe nuk e harrita. E ka fajin babai për këtë që unë harrita, apo e ka fajin bashkëshorti se unë do bëja më shumë, po ai mua nuk më la. Këto janë largimi nga përgjegjësia. Kur në vend të këtyre mund të thuhet shumë kollaj. U bë çfarë ishte nevojshme për momentin. Ajo ishte e mundur, ajo u bë. Atëherë njeriu i jep qetësi vetes. Ndryshe, kthehet si një një magnetofon i prishur dhe mbetet vetëm në një tingull. Ti e ke faj.